nderuar miq, mirë se po takohemi në këtë epizod të radhës të podcastit të mediave të UBT-s. Në këtë podcast do të flasim për një temë të rëndësishme, siç është shëndeti mendor të fëmijëve dhe adoleshentët në epokën digjitale. Gjithashtu në këtë pjesë të episodit të podcastit të UBT-s do të flasim edhe për rolin e institucioneve dhe të prindërve dhe të familjes për krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm dhe më të sigurt dhe mbështetës për fëmijët dhe adoleshentët. Kam kënaqësinë ta kem në studio profesoreshën dhe psikologen Violeta Zefi. Mirë se erdhe profesoresh. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Organizata Botërore e Shëndetësisë na tregon se 1 në 7 adoleshent përjeton një çrregullim mendor dhe se depresioni dhe ankthi janë ndër shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të këtyre grup moshës. Si mendoni se ndikojnë videolojrat dhe platformat sociale në këtë aspekt? Po, në fakt, institucionet e tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë hartojnë politika të ndryshme dhe mbledhin të dhëna në lidhje me problematikat të tilla si ajo që ju e përmendët dhe rezultatet na tregojnë që është një nivel të lartë përdorimi i teknologjisë nga ana e si e fëmijëve ashtu edhe adoleshentëve dhe si rezultat i përdorimit të pakontrolluar dhe ekspozimit ndaj përmbajtjeve të ndryshme, mundësia për të pasur problematika që lidhen me shëndetin mendor është jashtëzakonisht shumë e madhe, të disa prej cilave ju i përmendet si ankthi apo depresioni, dhe në njëjtën kohë adoleshentët, duke qenë se përdorin teknologjinë për arsye të ndryshme, njëra ndër to është janë edhe videolojrat, sidomos në masë më të madhe përdoren nga ana e adoleshentëve djem. Dhe natyrisht një vëzhgim të tillë nuk e kemi vetëm nga studimet të cilat janë treja në këtë drejtim, por edhe nga puna ime klinike, shoh çdo ditë që shumica e prindërve ankohen që nuk po arrin ta menaxhojnë kohën që fëmijët e tyre, respektivisht në këtë rast djem, e kalojnë duke në videolojra dhe shohim domethënë një mori të pasojave të cilat vinë si rezultati jo vetëm detyrimisht i videolojrave, por edhe i prezencës së shumë të gjatë duke ju ekspozuar përmbajtjeve të ndryshme, qoftë në përgjithësi edhe në rrjetet sociale. Si mund krijohet profesoresh një mjedis ku prindrit do thotë ndoshta ndërprejnë në një farë mënyre këtë përdorimin e videolojrave ose TikTokut për shembull. Na kemi parë që disa vendeve se kanë marrë hapa konkret ndaj ndërprerjes së TikTokut, sidomos për një moshë caktuar. Si mund të mirën hapa konkret, ndoshta edhe në Kosovë, që të paktën të krijohet një lloj mjedisi më i sigurt për këtë grup moshë? Po, në fakt ka disa mënyra se si do të mund të adresojë kjo çështje. Fillimisht është e rëndësishme me theksu që fatkeqësisht ka shumë pak iniciativa në këtë drejtim dhe pasojat edhe efektet negative na i shohim çdo ditë, por e rëndësishme është që fillimisht fokusi të vendoset tek prindrit, duke i informuar ata me tepër në lidhje me rreziqet potenciale që vijnë si pasojë e përdorimit të rrjeteve sociale apo ndonjë platforme specifike të tilla siç është për shembull TikToku, se është në një masë shumë të madhe i përdorur nga edhe fëmijët praktikisht, por edhe adoleshentët në veçanti. Kështu që të ketë një vedisim shumë më të lartë për prindrit, pra t'ju ndihmohet prindërve që të dinë se cilat janë rreziqet potenciale që vijnë nga përdorimi i teknologjisë apo rrjeteve sociale nga ana e fëmijëve të tyre. Po ashtu diçka që është shumë e rëndësishme është edhe institucionet relevante të cilat janë përgjegjëse për edukimin e fëmijëve, duhet të marrin iniciativa konkrete. Për shembull, në gjitha shkollat në Kosovë akoma vazhdon të përdoret telefoni brenda shkollave dhe pse ka një rregullore që është
marrë vite më parë, që është hartuar në fakt vite më parë dhe që thotë që fëmijët nuk duhet të përdorin telefonin në shkollë, por përkundër kësaj nuk ka një hap konkret që të ndalohet një gjë e tillë. Ne jemi dëshmitar të shumë rasteve problematike. Këto muajt e fundit e kemi pas një problem në një prej shkollave në kryeqytet, ku një fëmijë është filmuar nga ana bashkëmoshatarëve dhe bashkëmoshatarët e kanë detyruar që të kryejnë veprime të cilat nuk janë përshtatshme për moshën e tyre. Pra, unë vazhdoj të përdori mënyrat e informimit në mënyrë personale për të adresuar këtë problematikë dhe për të thënë që duhet të ndërmerret urgjent masa që mos të lejohet përdorimi i telefonave brenda shkollës. Pastaj përpos prindërve dhe institucioneve relevante ka edhe shumë forma tjera të rëndësishme të cilat kishin me ndihmu fëmijët, por unë vazhdoj me mbrojt idenë që roli i prindërve është i pazavendësueshëm dhe ata janë mbikëqyrësit kryesor të fëmijëve të tyre dhe duhet të jenë më të vëmendshëm në lidhje me ato përmbajtje që fëmijët e tyre i ekspozojnë, sidomos kur i referohemi fëmijëve të cilët janë më të vegjël dhe të cilët i ekspozojnë përmbajtjeve të cilat mund të jenë edhe të dëmshme për shëndetin e tyre mendor. Tash me qenë se i cekët edhe disa tema, po përcaktojmë te pjesa e shkollave. Është ligji që rekomandohet ketë edhe psikolog në për shkolla, por roli i tyre është paksa i zbehet në krahasim me rolin e mësimdhënësit ose të prindit. Edhe ka një farë lloj paragjykimi, sidomos nga moshat e reja. Si mund të krijohet ky ambient që të paktën këto moshat e reja, nëse shkon ndonjëri nga ata te psikologu, mos ketë paragjykime nga shoqëria, do thotë. Po. Nëse cekët qatë rastin e kryeqytetit, çka kish me ndodhë nëse ai fëmijë të paktën nëse rritet ose diçka në të ardhmen do të ketë paragjykime pse i ka dhënë një video të tillë ose diçka? Sigurisht, prezenca e psikologëve në shkolla është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe nuk është diçka që duhet menduar a duhet të jetë një psikolog brenda një shkolle ose jo. Është në një farë forme detyrim, sepse krahas problematikave që fëmijët dhe adoleshentët mund të kenë, ata mund përballen edhe me sfida që lidhen me shëndetin mendor dhe prezenca e psikologut brenda shkollës është shumë e rëndësishme. Kjo ndihmon edhe në një aspekt rëndësishëm, ndihmon për ta ulur nivelin e stigmes, sepse sa më herët që ekspozohemi një profesionisti të tillë siç është psikologu, është më lehtë për ta pranuar atë si të tillë dhe si rrjedhoj është më lehtë në fazat e më të tjeshme të rritjes dhe zhvillimit që të kërkohet ndihmë pa hezituar. Kështu që shkolla duhet patjetër që të kenë brenda tyre psikologët dhe është shumë e rëndësishme që edhe qoftë drejtorët e shkollave apo mësimdhënësit të jenë bashkëpunëtor të rëndësishëm të psikologëve, sepse është vetmja mënyrë se si mund t'i adresojnë saktë dhe drejt problemet e fëmijëve. Në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme dhe ajo që ju e thatë, se shpesh herë kur kemi problematika si ajo që e cekëm më herët, fëmijët nuk dërgohen te psikologu ose nuk kërkojnë ndihmë profesionale dhe do thotë evidencat shkencore na tregojnë që nëse nuk e kemi adresuar një problematik, domethënë një periudhë kur relativisht ka ndodhur ajo ngjarje, mund të jetë shqetësuese ose mund të jetë problematike për fëmijën në një moshë më të rritur. Kështu që është shumë e rëndësishme prindrit së bashku me psikologët e shkolla, por edhe me mësimdhënësit që të bashkëpunojnë dhe së bashku të adresojnë problematikat e fëmijëve. Tash, kej këto lloj pasoja që mund të ketë mbi barë ndoshta një fëmijë, çka mund konkretisht të ketë ndoshta një sinjal për ndonjë përjetim të çrregullimit mendor? A mund të ketë fëmia apo e shohin prindrit ose psikologu e vren te... Zakonisht kur kemi një shqetësim të fëmijët,
mënyra se si ata e shfaqin atë shqetësim që e kanë, shqetësim emocional apo në ndonjë formë tjetër, e bëjnë nëpërmjet sjelljeve të tyre. Për shembull, kemi fëmijë të cilët nuk dëshirojnë me shku në shkollë ose hezitojnë me komuniku me mësimdhënësit e tyre ose me bashkëmoshatarët e tyre, kanë ndryshime të tjera, për shembull, i ulet niveli i performancës në shkollë dhe këto të gjitha janë indikacione që na tregojnë që diçka nuk funksionon me fëmijën. Nuk do të thotë gjithsesi që jemi tu përballë me një çrregullim mendor, por do të thotë që diçka nuk po funksionon me fëmijën, që ambienti në të cilin fëmija po rritet dhe zhvillohet, apo edhe po edukohet, nuk është i përshtatshëm për ta dhe nuk po e nxjerr potencialin maksimal të tij. Kështu që këto janë disa aspekte të rëndësishme në cilat prindrit duhet të jenë më të vëmendshëm dhe me kohë të kërkojnë ndihmën e profesionistëve të shëndetit mendor. Nga përvoja ime, shumë prindër fillimisht hezitojnë me kërku ndihmë, por fatmirësisht kohëve të fundit kemi një përparim të dukshëm në këtë drejtim dhe shohim gjithnjë më shumë prindër të cilët vinë edhe për konsulta thjesht dëshirojnë me kuptu më tepër se si po shkon zhvillimi i fëmijës, se jo detyrimisht mund të kemi diçka që duhet më shqetësu ose diçka që lidhet me çrregullimet psikologjike. E cilat janë hapat që ju i rekomandoni për ta tërhequr nga një gjendje e tillë fëmijën? Fillimisht me u identifiku ajo, sepse shpesh na ndodh që fëmijët përjetojnë ndryshime shumë të mëdha, ndoshta nganjëherë nëse mund të referohemi edhe fazës së adoleshencës, ndodhin shumë ndryshime në një periudhë të tillë dhe si rrjedhoj mund të ketë do të thotë shqetësime të natyrave specifike, përkatësisht në këtë rast do të thotë një mungesë të stabilitetit emocional dhe është shumë e rëndësishme që prindrit ta kuptojnë se çka po ndodh me fëmijën e tyre dhe menjëherë të kërkojnë ndihmën profesionale. Ndihma profesionale nënkupton një ekzaminim të përgjithshëm të gjendjes së fëmijës dhe pastaj nga ana e profesionistëve të jepen rekomandime konkrete. A ka nevojë që me fëmijën të punohet në aspektin profesional, pra një psikolog klinik, dhe cilat duhet të jenë ndryshimet të cilat duhet të bëhen nga ana e prindërve. Në këtë rast, për shembull, a ka nevojë që brenda familjes bëhet ndonjë ndryshim i caktuar, mos ndoshta komunikimi i prindërve është një faktor që po e vështirëson funksionimin e fëmijës, apo ndoshta ambienti i shkollës është potencialisht i dëmshëm, fëmijët potencialisht mund të jenë të bullizuar ose mund të jenë do të thotë kërcënuar me raste, kështu që duhet të merren parasysh të gjitha këto komponente dhe pastaj mbi bazën e këtyre të jepen rekomandimet e qarta se si duhet të veprohet me tutje për të ndihmuar fëmijës. Nëse marrim tash për shembull kryeqyteti ka nivel të zhvillimit pak më të madh se qendrat e tjera regionale. Si ndodh ky aspekt te regionet më të vogla ose fshatrat ose a mund të krijohet një mjedis i tillë i ngjashëm sikurse në kryeqytet edhe në qendrat më të vogla, apo kjo varet krejt edhe niveli i zhvillimit ekonomik e këto gjanat? Ka shumë faktorë që ndikojnë, por në fakt një pjesë e madhe e shkollave në Kosovë nuk kanë fare psikolog. Për me tepër një pjesë e konsiderueshme e komunave të Kosovës nuk kanë as psikologë të tjerë, siç janë psikologë klinik, vetëm kanë psikolog vizitor, në kuptimin që disa profesionistë shëndetit mendor të cilët punojnë në Prishtinë, ofrojnë edhe shërbime në qytetet e tjera. Qasja e prindërve edhe ndaj shërbimeve psikologjike nuk është gjithmonë e lehtë, për shkak se një pjesë e madhe e institucioneve publike nuk ofrojnë fare shërbime shëndetit mendor, as për fëmijë, as për adoleshent, por në njëjtën kohë as për moshat më të rritura. Dhe shkollat gjithashtu nuk kanë psikolog, kështu që shpesh herë brenda një komune ku ka disa shkolla, vetëm në një shkollë është një psikolog dhe ai është përgjegjës për të gjitha shkollat. Mund ta paramendoni se sa efektive, edhe padyshim është shumë e vështirë sepse kërkesat mund të jenë shumë të mëdha
nga ana e fëmijëve dhe ti nuk mund të jesh njëjtën kohë në disa shkolla për shkak se është shumë e vështirë edhe për ti menaxhuar, për shkak të ndjeshmërisë, për shkak të konfidencialitetit që duhet mbajtur në lidhje me bashkëbisedimet që bëhen me fëmijët brenda shkollave e kështu me radhë. Kështu që është pak më e vështirë dhe qytetet më të vogla janë jo kënaqshëm, do të thoja kështu, sa i përket shërbimeve të cilat do duhet të ishin prezente edhe në institucionet e shëndetit, shëndetësore në përgjithësi, por edhe në shkolla, sepse më thënë të drejtën ka shumë nevojë dhe ka shumë kërkesa për të marrë qoftë edhe vetëm një konsult profesionale, por me raste edhe për të ndjekur një trajtim afatgjatë. Si mund tjetë roli i institucioneve në këto qendra të vogla, do të thotë, a munden me bë diçka në aspektin sidomos të informimit të përdorimit të rrjeteve sociale? Na e shohim që qendrat e vogla zakonisht priten për me përdor rrjetet sociale, me kalu kohën e lirë sidomos fëmijët në atë aspekt. Çka munden me bë këto institucione për të paktën me informu që dëmi mund shkaktohet edhe mund të jetë shumë i madh? Patjetër, roli i institucioneve është primari. Do të thotë fillon nga Ministria e Arsimit edhe institucionet e tjera, domethënë pastaj shkollat e kështu me radhë, por edhe institucionet shëndetësore, nuk duhet të përjashtojmë këto edhe Ministrinë e Shëndetësisë, edhe spitalet rajonale apo qendrat e mjekësisë familjare, sepse edhe ato është shumë e nevojshme që edhe brenda tyre të ketë psikolog, në mënyrë që njerëzit të kenë më të lehtë qasjen, marrjen e shërbimeve dhe të familiarizohen, siç e tham edhe më herët, me rolin e psikologut dhe ta kuptojnë që është shumë normale, që të shkosh te një psikolog është shumë normale, është njëjtë sikur se të kërkosh ndihmë për ndonjë problematikë që lidhet me shëndetin fizik. Sepse parimisht nëse nuk kemi mirëqenie të mirë psikologjike, do të kemi as mirëqenie të mirë fizike dhe e kundërta. Kështu që institucionet relevante mund të bëjnë shumë duke hartu politika konkrete dhe duke organizu qoftë kampanja të ndryshme mediale, qoftë duke vizituar shkollat dhe sidomos duke i ftuar profesionistë të shëndetit mendor, të cilët njohin temat specifike dhe t'i adresojnë drejt për drejt fëmijëve dhe ata në mënyrë që ata të marrin më shumë informacione, qoftë për shëndetin mendor, po në këtë rast edhe për rreziqet që sjell përdorimi i teknologjisë dhe rrjeteve sociale, sepse ka një mungesë të informacionit edhe në mesin e trinjve, adoleshentëve, por edhe të fëmijëve, se sa kohë duhet qëndruar në rrjete sociale, çfarë përmbajtje duhet konsumuar nga koha që kalojnë aty, a është e damshme ajo, çfarë efekte mund të shkaktojë, si mund ndikojë në performancën në shkollë, ose si mund potencialisht, si e përmendëm më herët, videolurat, si mund ndikojnë, do të thotë, në rritjen e agresivitetit ose efektet e tjera të damshme, të cilat prekin gjitha format e zhvillimit, sidomos kur referohemi fëmijëve të vegjël, domethënë është shumë e rëndësishme të theksohet që qoftë zhvillimi emocional, qoftë zhvillimi social, janë shumë të prekura si pasojë përdorimit të pakontrolluar të teknologjisë. Tash nga përvoja pak edhe personale, kështu unë shoh përmbajtje jo adekuate edhe për mua në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, por edhe video lojrat nuk është që t'japin ndoshta edukimin e nevojshëm siç kemi mund me marrë na në moshën e re, do të thotë. Çka munden me bë institucionet përkatëse në këtë aspekt, ndoshta në zvoglimin e përdorimit të këtyre videolojrave apo ndoshta edhe eliminimin e përmbajtjes së keqe, do të thotë, në rrjetet sociale? Sa i përket përmbajtjeve, për momentin nuk ka një rregullativ që do të mund t'ju adresoheshim dhe të thonim që ekziston kjo dhe në bazë të kësaj nuk guxohet të vendosen përmbajtje të cilat janë jo të përshtatshme. Ju e keni pa në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, janë të pafiltruara dhe aty mund të hyjë secili. Ka një limit moshe, për shembull në TikTok paktën duhet të kesh 12 ose 13 vjet për të kyçur aty, por në praktik nuk funksionon kështu.
shumica e fëmijëve që ju sot mund t'i takoni janë përdorus të rrjeteve sociale, veçanërisht të TikTokut. Kështu që në këtë aspekt nuk kemi momentalisht një rregullativ nga ana e shtetit. Çka mund të bëjmë në këtë drejtim është vetëm të punojmë me fëmijët dhe t'ju tregojmë atyne se sa të dëmshme janë këto përmbajtje dhe se nëse vetëm duhet kaluar kohë në rrjetet sociale ose në teknologji, prindrit të jenë ata të cilët po e mbikëqyrin atë përmbajtje apo kanë kontroll mbi atë se çka i po i ekspozohet fëmijëve tyre. Ka shumë rreziqe, unë po e përmendi vetëm për shembull ngacmimin kibernetik, që është jashtëzakonisht shumë shqetësues, që ndodh shumë te fëmijët, edhe prindrit nuk është që janë shumë të informuar për këto problematika, ose së fundmi për shembull e kemi disa shqetësime që lidhen me vetëlëndimin në mesin e adoleshentëve, sidomos të vajzave, të cilat si pasojë e disa sfidave që organizohen ose në rrjetet sociale, sidomos TikTok, i marrin si modele dhe i praktikojnë ato. Kështu që natyrisht mos me e kriju atë idenë që jemi kundër teknologjisë, se natyrisht ne po jetojmë në një epokë të internetit dhe kemi pothuajse të pamundur të funksionojmë pa përdorimin e tyre dhe natyrisht nuk mund të jem kundër tyre, por gjithmonë duhet të kemi parasysh që është shumë e rëndësishme se në cilën moshë i ekspozojmë fëmijët ndaj teknologjisë. Edhe institucionet kredibile, si për shembull Asociacioni i Pediatrëve Amerikan, thotë që fëmijët e moshës 0 deri në 2 fare nuk duhet i ekspozohen teknologjisë. E çka shohim ne në praktik, shumica e prindërve i ushqejnë fëmijët e tyre, i vendosin gjumë me muzikë, telefon ose iPad ose pajisjet e tjera teknologjike. Kështu që çka mund të bëjmë ne është të rrisim nivelin e vetëdijsimit, të punojmë më shumë me prindërit dhe të punojmë gjithashtu edhe me fëmijët. Për shembull, një ide që është diskutuar edhe më herët është që të ketë një lëndë të edukimit medial, ku për shembull aty do të mund të kishte edhe përmbajtje që lidhen me efektet e dëmshme psikologjike ose efektet e tjera që vinë si pasojë e përdorimit të teknologjisë, në mënyrë që fëmijët që nga moshat e hershme të dinë edhe të kuptojnë se çfarë rreziqesh na vijnë nga përdorimi i teknologjisë. Edhe të kenë një lloj baze të informacionit do të për përdorimin e Pikërisht, shumë e rëndësishme kjo. Ka shumë mënyra edhe alternativa për të praktikuar, por mungon një vullnet nga ana edhe institucioneve të cilat janë përgjegjëse, sepse ato janë që hartojnë politika, ato janë që marrin vendime dhe mungon nuk ka fokus në gjanat e tilla. Domethënë ju e keni pa edhe nëpër media të ndryshme që zakonisht flitet vetëm është ndërtu një shkollë ose padyshim ajo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe kushtet infrastrukturore janë po ashtu shumë të rëndësishme, ndikojnë shumë në gjithë procesin e edukimit, por nuk do të harruar se nuk mjafton vetëm infrastruktura dhe ambienti i mirë, por na duhen edhe profesionistë të duhur, sidomos shëndetit mendor, të cilët qëndrojnë afër fëmijëve dhe i ofrojnë atyre ndihmën e nevojshme kur ata e kërkojnë atë. Për fund, profesoresh, cilat janë këshillat e juaja si eksperte e kësaj çështje për prindrit, për profesionistët tjerë, do të thotë për studentët që mund të jenë të kësaj fushë? Po, patjetër, në fakt është diçka që duhet me e theksuar që ne bashkë me studentët e psikologjisë përpos që bëjmë aktivitete të ndryshme dhe diskutojmë jashtëzakonisht shumë shpesh tema të tilla, bëjmë edhe hulumtime të ndryshme, të cilat kanë në fokus këto problematika dhe mundohemi me nxjerr disa rekomandime të rëndësishme të cilat kishin me ju shërby në veçanti prindërve, por në njëjtën kohë edhe fëmijëve dhe adoleshentëve. Rekomandimi im është që prindërit të jenë shumë të vëmendshëm në përmbajtjet të cilat fëmijët i ekspozohen, edhe në kozgjatje, domethënë të mundohen që sa më shumë të shtyjnë moshën kur fëmia ka një telefon personal. Sepse shpesh herë shohim që një fëmijë moshës
8 vjeçare, 9 vjeçare ka telefon, është shumë herët për një gjatë e tillë, duhet me pas edhe një pikuri emocionale, fëmijë që të dinë se çka do t'i ekspozohet ose çfarë përmbajtje do ta shikojë aty. Pra, rekomandimi është që prindërit të jenë më të vëmendshëm, që t'i kushtojnë kujdes kohës përmbajtjes të cilën fëmijët i ekspozohen në rrjetet sociale apo në teknologji në përgjithësi, dhe natyrisht e tham edhe më herët, roli i institucioneve është i pazavendësueshëm dhe duhet të ndërmirren hapa shumë shpejt, sepse problematika është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe pasojat janë shumë të mëdha për fëmijët dhe adoleshentët, kështu që të ndërmirren hapa konkret dhe të ndihmohen fëmijët që të rriten dhe zhvillohen në një mënyrë të shëndetshme. Ju faleminderit shumë profesorish për këto rekomandime. Faleminderit edhe që ishit pjesë e këtij podcasti. Faleminderit edhe ju, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit shumë të nderuar shikues, shihemi në episodin e radhës të podcastit të mediave të UBT-s. Për më shumë informacione, vizitoni ubtnews.com.